është edicioni I lajmeve në TV2. Me ju në studio, Miribane Elezi. Përshëndetje të nderuar shikuesi, jeni me edicionin informativ këtu në TVD. Sa po ndotjet titujt kryesor të lajmeve. Për më shumë, rikthehemi pas një bloku marketingu. Na ndiqni. Për 250 dinar marr kartel me 250 dinar mbushje mrena. Po. Plus 3 muaj ditë falas me kredi Alba Fond. Po e sakt. Plus pritash me kredi operator tjerë muj me fol pa kufi. Po. Çka të fol? Edhe këta. Shpokëll, asi gryca. E kjo? Shikoje. Edhe ai nuk e deshi gryesën dhe ju ngjit telefonin në fytyrë. M'falni, kur është të bëra shpaklla, mendoj gryesa për internet se mund gjit telefonin në dorë. Kujdes, thirrje pa kufi, aktivizo pakot dhe fol sa të doj shpirti me të gjitha rrjetet. Kombino minuta, SMS dhe internet sa të kesh dëshirë. Fol Shqip, Alba Fond. Supermarketi Dredza, merisi për klientët e vet, zbritje e madhe për shumë produkte ushqimore dhe higjienike. Çaj ftohtë fruktar, 36 dinar. Pije energjike, B52, 26 dinar. Vaj diamant me 15% zbritje. Hopla, 500 ml, 96 dinar. Corn Flex, 110 dinar. Buke bardh, 15 dinar. Makarona Centella, 4+1 gratis, 95 dinar. Diamant majonez, 88 dinar. Banane, 22 dinar. Portokalla me 20% lirim. Molla, 5 kg, 100 dinar. Lakër, 10 dinar. Lëngje fruta shkati, 27 dinar. Pluhur për larje të robave Bonux, 9 kg, 565 dinar. Zbutës per vol, 2 litra, 299 dinar. Miel G8, 25 kg, 600 dinar. Peki art, 750 gram, 59 dinar. Salcice Picabesco, 23 dinar. Kek çaj 2 cop, 69 dinar. Kofsha pule, 10 kg, 760 dinar. Aksioni zgjat deri më 3 shkurt të këtij viti. Supermarketi Dredza me super çmime. Mbështetjen e vazhdueshme që ka pasur nga ana e qytetarëve të Gostivarit, karateisti Berat Jakupi u kthen me nder dhe respekt. Në intervistën e dhënë për TVD pas kthimit në vendlindje, çmimin kampion Europe që e mbrojti për të 4-ën herë radhazi, thot se u dedikon qytetarëve të Gostivarit. Çmimin kampion Evrope që e mbrojti për 4 herë radhazi, karateisti Gostivaras Berat Jakupi thot se u dedikon qytetarëve të Gostivarit, kjo fal mbështetjes së tyre të vazhdueshme në gjithë karrierën e tij. Dua njerit t'u falenderojmë qytetarëve të Gostivarit që gëzimin e ndan bashkë me mua dhe dua lirisht them që këtë medalje u dedikoj qytetarëve të Gostivarit. Njerit dua t'ja falenderoj juve si televizion për përkrahjen e paraziterëve ndaj meje. Në intervistën e dhënë për TV2 pas kthimit në vendlindje, Jakupi flet për rëndësinë e fitores së korrur në kampionatin evropian, I cili u mbajt në Lisbon të Portugalisë. Ky kampionat kishte shumë domethënie sepse ishte e fundit në kategorinë U21 dhe kështu që e përfundova faktikisht karrierën në U21 me medalje të artë nga kampionati evropian. Tash domethënë duhet të koncentrohem në kategorinë e seniorëve, ku aty do të më pres një punë shumë e madhe, një sakrificë shumë e madhe dhe jam I vetëdijshëm që do jetë shumë rëndë për shkak se konkurenca në kategorinë e seniorëve është shumë më e fortë se sa tek juniorët. Imja do të mbese që të përgatitem më tepër, të ushtrojmë më tepër dhe shpresojmë që në kampionatin evropian për senior në maj, që do të mbahet në Finland, të kthejmë me njërën nga medaljet, por pse jo edhe me medalje të artë. Po ashtu në fund vitit do kem edhe kampionatin botëror në kategorinë e seniorëve, ku do të mbahet në Bremen
dhash Zoti që të kthehemi edhe prej atje me njërin nga medalje. Në Butan 5 të Hungarisë, ashtu si kurse në kampionatin universitar në nivel të Evropës ku u shpall fitues absolut dhe shpallja kampion shtetror në kategorinë e seniorëve vitin 2013 dhe shpallja kampion shtetror në kategorinë e seniorëve vitin 2013 e bën si një vit i sukseseve të shumta për karateistin gostivaras Berat Jakupi. Gostivari vërtet ka mëse të mburet, sportistët gostivaras tashëm janë bërë ambasador të ndëjnë të qytetit të gostivarit në rang botror. Boksieri Sefer Seferi edhe zyrtarisht më 17 maj do të ngjitet në ring pas një viti pauzë për shkak të lëndimit që posoi në krah. Kundërshtar të mundshëm do t'i ketë boksierin nga Belgjika, kurse tjetri vjen nga Gjermania. Edhe vëllau i tij Nuri Seferi do të del në ring më 11 prill. Boksieri i njohur nga korrita e gostivarit Sefer Seferi edhe zyrtarisht më 17 maj do të ngjitet në ring pas një viti pauzë për shkak të lëndimeve që posoi në krah. Vëllai më i vogël i Nuri Seferi do të boksojë në Kirberg afër Bernit, kurse kundërshtar të mundshëm do t'i ketë boksieri nga Belgjika, kurse tjetri vjen nga Gjermania. Jam i lumtur që po i kthehem ringut pas një vit e disa muaj pauzë për shkak të dëmtimit që kisha në krah. Tash po ndihem mirë pasi edhe mjeku më ka lejuar që të vazhdoj me karrierën. Meçin e parë këtë vit do ta kem në Kirberg, mirë po ende nuk i di kundërshtarët pasi që menaxherët e mi po bisedojnë me 2 boksier mjaft kualitativ që dhe vetë njoh kualitetet e tyre. Besoj se në ditët e ardhshme do të vendoset edhe zyrtarisht se me kë do të boksoj, tha Seferi, duke shtuar se ai ka filluar përgatitjet intensive nga muaji janar. Përgatitjet për momentin janë duke i zhvilluar në klubin tim, kurse ndim të madhe kam edhe nga vëllai im Nuri Seferi, i cili po ashtu do të del në ring më 11 prill. Planifikoj në muajin mars të qëndroj 2 javë në Hamburg, ku dhe do të vazhdoj përgatitjet, duke shfrytzuar edhe sparkingjet e këtij vendi. Shpresoj se këtë vit nuk do të më përsëritet lëndimi, kurse për sukseset i besoj vetës dhe rezultateve të jetë pozitive. Ndryshe emrat e kundërshtarëve të Seferit nuk po zbulohen, pasi ashtu janë marrë vesh derisa të vinë vendimet zyrtare. Më se 50 familje me status të rrezikuar social janë në pritje të orendive të ndryshme shtëpiake, të cilat paraprakisht kanë qenë të shfrytëzuara nga dikush tjetër. Në kuadër të projektit qeveritar të kujdesemi për një shtëpi të ngrohtë, deri më tani në Gostivar janë paraqitur vetëm 8 donator dhe më se 50 familje që kanë nevojë për pajisje të ndryshme shtëpiake. Projekti të kujdesemi për një shtëpi të ngrohtë i ndërmarrë nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në Gostivar po implementohet me vështirësi për shkak se mungon interesimi nga ana e donatorëve për dhuruar gjëra të nxjerra nga përdorimi tek persona që kanë nevojë por nuk kanë mundësi për të blerë. Ndonse projekti është në muajin e 5 të implementimit, deri më tani janë paraqitur vetëm 8 donatorë, ndërkohë që lista e personave në pritje është vetëm 50. Në Qendrën Ndërkomunale për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, e cila mbulon edhe komunat rurale Vrapçisht e Mavrove Rostushën, janë në pritje të vullnetarëve që do të shprehin gatishmëri për dhuruar orendi të ndryshme si mobilje, teknikë të bardhë, aparate elektrike, aparate për anvistri, pajisje dhe lodra për fëmijë dhe gjësende të tjera që nuk i shfrytëzojnë por që janë të mirëmbajtura me qëllim që të njëjtat më pas të dhurohen familjeve sociale, të cilave gjendja ekonomike nuk ju premton shumë për t'i siguruar këto vetë. Maria Aleksova, drejtoresha e Institutit Publik Qendra Ndërkomunale për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, njofton se donacioni i fundit është realizuar në Rostush. Sipas saj, disa persona kanë ofruar gjëra të panevojshme dhe që nuk kanë qenë në gjendje të mirë për t'u shfrytzuar nga dikush, andaj dhe të njëjtat nuk ka shprehur gatishmëri për t'i pranuar askush. Ajo shprehet e pakënaqur nga implementimi i këtij projekti në regionin e Gostivarit, për shkak se mungon vullneti donatorëve për të ndihmuar skamnorët. Në kuadër të kësaj, ajo apelon tek ndërmarrjet më të mëdha të qytetit që merren me prodhimin apo shitjen e mobiljeve, por edhe teknikës së bardhë që të tregojnë më human me nevojtarët dhe në bazë të mundësive të donojnë diçka nga ajo që posedojnë apo që ju ka mbetur e ekspozuar për një kohë më të gjatë. Imаме доставено апел и до сите поголеми фирми кои што се занимаваат со Ne kemi parashtruar apel edhe tek të gjithë firmat më të mëdha të cilët merren me mobilje, teknikë të bardhë, me qëllim që t'i përgjigjen këtij projekti dhe të dënojnë, sepse me këtë rast vërtet do të zgjidhni një problem shqetësues për ndonjë familje që nuk është në mundësi për ta siguruar të njëjtën me mjetet e veta. Po ashtu i lusim edhe njerëzit që gëzojnë një stabilitet ekonomik që në momentin që bëjnë mobilimin e shtëpive, gjëra që do t'i nxjerrin të mos i hudhin
por nëse janë në gjendje të mirë, të vinë tek ne që të njëjtat u adënojmë atyre që kanë nevojë. Aksioni do zhvillohet sipas parimit, i pari paraqitur, i pari i shërbyer, ndërsa është vendosur edhe procedurë për veprim për pjesëmarrësit në aksion. Thirrjet po regjistrohen nga ana e personave përgjegjës të caktuar në ministri, të cilët po mbajnë llogari në bazën e të dhënave për nevojat e qytetarëve dhe kohën e saktë të thirrjeve. Ata madje janë në komunikim të përhershëm me koordinatorët e obliguar nga Qendra Rajonale Kompetente për Punë Sociale, përfaqësuesi Kryqit të Kuq, Komuna dhe Asociacioni Transportues Makam Trans, i cili është i përfshirë si partner në aksion. Kampanja zgjedhore për zgjedhjet presidenciale do të fillon në hijen e imazheve nga zgjedhjet e kaluara. Në ambientet publike brenda qytetit në vigjilje të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale, ende mund të vërejnë materiale propagandistike të partive politike pjesëmarrëse në proceset e kaluara zgjedhore. Në viset publike brenda qytetit ende mund të vërejnë flamuj partijak transparente me mbishkrime dhe materiale të tjera propagandistike të partive politike pjesëmarrëse në proceset e kaluara zgjedhore. Janë të pakta ata parti që kanë respektuar rregullat ligjore, që pas procesit zgjedhor të kenë menjanuar materialet propagandistike të vendosura në hapësira publike. Afati ligjor për të bërë një gjë të tillë është i kufizuar në 30 ditë, por siç duket shumica e partive politike dhe pas afatit që ka skaduar me kohë, nuk e kanë pasur prioritet që të merren me këtë çështje. Një pjesë e tyre është e ngrisur dhe e dëmtuar, ose si pasojë kushteve atmosferike, ose si pasojë veprimeve vandale të njerëzve nga partitë kundërshtare. Nga Komisioni Qendror Zgjedhor qartësojnë se ligji zgjedhor parashet dënime për organizatorët e kampanjave, nëse nuk shmangin materialet e vendosura nga ana e tyre, një muaj ditë pas mbarimit të procesit zgjedhor. Çdo anashkalim dhe mos respektimi kësaj norme ligjore subjekteve politike mund të kushtojnë nga 500 deri 2000 euro gjop, thonë nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Por nga gjendja që vëret në terren siç duket partitë politike nuk frigohen nga ndërmarrjet e masave të tilla ligjore. Para skatimit të afatit ligjor të gjitha subjektet pjesëmarrëse në procesin zgjedhor janë njoftuar me shkrim për obligime që dalin nga ligji zgjedhor në drejtim të kësaj problematike. Njoftimet janë përcjell edhe deri te drejtuesit e pushtetit vendor, të cilët në bazë të kornizës ligjore zgjedhore mbajnë kompetenca për kryerjen e kontrolleve në këtë drejtim. Nga ndërmarrja publike komunale në Gostivar thonë se edhe pse nuk është obligimi i tyre, punonjësit e kësaj ndërmarrje në disa raste me theks të veçantë në pjesën qendrore të qytetit kanë bërë largimin e materialeve të tilla nga hapësirat publike, siç janë shtyllat e ndriçimit publik. Një realitet i tillë nëpër viset publike thuajse përsëritet në çdo cikël zgjedhor. Flamujt dhe transparentet partijake mbetën të vendosura në hapësira publike, shumë më gjatë se ç'është afati ligjor, madje deri në vetë asgjësimin e tyre nga kushtet atmosferike. Ndërkohë, krahas materialeve propagandistike zgjedhore, ajo që bie në sy është edhe shënimi i shumë bishkrimeve në formë të grafiteve nëpër vendet publike, edhe këta të motivuara politikisht. Bishkrimet e tilla janë evidente thuajse në çdo pjesë të qytetit. Në të shumtën e rasteve grafiket vërejnë të shënuara nëpër muret e objekteve kolektive banesore. Të përballur me një fenomen të tillë nga policia e Gostivarit paralajmërojnë aksione ligjore për personat që të hasen duke shkuar grafitet nëpër vendet publike. Deri 3 vite burgim apo 1500 deri 2000 euro gjoba janë sanksionet e para me ligjin për rendi dhe qetësim publike, si dhe ligjin për pastërti publike. Duke u përballur me një realitet të tillë nga pushteti lokal në Gostivarës saktuar edhe një ekip mobil që do të merret me minjanimin e tyre. Ko pas koha ata ndodhen në terren, duke bërë edhe shlyerjen e tyre. Më herët nga drejtuesit e komunës së Gostivarit paralajmëruan saktimin e lokacionit të posaçëm, në të cilën personat që merren me shënimin e grafikeve do të kenë vendin e tyre të caktuar për të shprehur afinitetet dhe aftësitë e tyre. Por deri më tash një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Drejtuesit e pushtetit lokal para fillimit të kampanjës zgjedhore obligohen të sjellin aktvendimin për përcaktimin e vetëvendosjes së pllakatave zgjedhore në hapësirat publike. Drejtuesit e komunës së Gostivarit thonë se janë duke punuar në aktvendimin e ri, i cili shumë shpejt do të bëhet dokument ligjor.
Në bazë të kompetencave të veta para çdo ciklit zgjedhor, drejtuesit të pushtetit lokal duhet të sjellin akt vendim për përcaktimin e vendosjes së pllakatave zgjedhore në hapësirat publike brenda qytetit. Sipas këtij akt vendimi, i cili duhet të aprovohet në bazë të nenit 78 të kodit zgjedhor, lejohet spikatja e pllakatave zgjedhore në territorin e qytetit në përjashtim të disa lokacioneve, ku do të ndalohet vendosja e materialeve propagandistike zgjedhore. Për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, por edhe zgjedhjeve eventuale të parakohshme parlamentare, nga drejtuesit e komunës së Gostivarit thonë se janë duke punuar në akt vendimin e ri, i cili shumë shpejt do të bëhet dokument ligjor. Në akt vendim parashikohet edhe ndalesa për vendosjen e materialeve propagandistike në objektet e institucioneve publike dhe në për trafostacione. Pos ndalesave të nënvizuara në akt vendim, të gjithë pjesët tjera të qytetit mbeten në dispozicion të gjithë garuesve në zgjedhje. Edhe për këtë aktivitet zgjedhor në sheshin e qytetit, pos lejes nga organet e rendit, duhet të merret pëlqim edhe nga drejtuesit e pushtetit lokal. 10 vitet e fundit, sidomos pas fillimit të zbatimit të procesit të decentralizimit në Maqedoni në vitin 2005, kanë qenë vite të reformave të pushtetit, duke bartur atë nga nivel qendror në autoritetet lokale. Ndryshimet kanë qenë të dukshme dhe mjaft të theksuara. Me këtë vlerësim, kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, u është drejtuar të pranishmëve në simpoziumin e kryetarëve të komunave të Evropës Juglindore, që po mbahet në Vjenë të Austrisë. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta në ditën e dytë të simpoziumit të kryetarëve të komunave, leadershipi transformues në Evropën Juglindore që mbahet në Vjenë të Austrisë, i u drejtua të pranishmive në tryezën e diskutimit me temë Udhëheqësit e qyteteve është e nevojshme të transformojnë qytetet e rajonit të Evropës Juglindore. Bejta tha se 10 vitet e fundit, sidomos pas fillimit të zbatimit të procesit të decentralizimit në Maqedoni në vitin 2005, kanë qenë vite të reformave të pushtetit, duke u bartur ato nga niveli qendror në autoritete lokale. Ndryshimet kanë qenë të dukshme dhe mjaft të theksuara, me çka plotësisht kanë arsyetuar nevojën dhe rëndësinë e decentralizimit të pushtetit. Bartja e përgjegjësive është shoqëruar me sfida të shumta për ngritjen e kapaciteteve të administratës dhe autoriteteve lokale, përshtatje dhe reforma të vazhdueshme ligjore në definimin dhe ndarjen e pushteteve, mungesë të fondeve të mjaftueshme për të mbuluar përgjegjësitë e reja të pushtetit lokal, por në të njëjtën kohë ato kanë rritur cilësinë e shërbimeve publike, përgjegjësinë e autoriteteve lokale, pjesëmarrjen e qytetarëve në hartimin e politikave dhe shpenzimin e parave publike, transparencën dhe në një masë të madhe ndarjen e mjeteve financiare në prioritetet e identifikuara nga vetë qytetarët, ka thënë mes tjerash Bejta në simpoziumin e kryetarëve të komunave, leadershipi transformues në Evropën Juglindore, që mbahet nga data 10 deri më 12 shkurt në Vjenë të Austrisë. Grabitjet në për trafostacione janë bërë një dukuri e zakonshme, edhe pse rrezikojnë edhe për jetën e tyre, grabitësit nuk zgjedhin metoda për të arritur deri tek të mirat materiale. Një rast tjetër ka ndodhur në trafostacion në pronësi të NP Pyjet e Maqedonisë, e locuar në hapësirat e ish kazermës ushtarake në Gostivar. Dëmi i shkaktuar material llogaritet në 200.000 denar. Në stacionin e transformatorit Pyjet e Maqedonisë që gjendet në Banjicë të Poshtme, ka ndodhur një vjedhje e rëndë e realizuar nga persona të panjohur deri më tani. Ngjarja ka ndodhur gjatë ditës së djeshme, ndërsa të njëjtën në polici ka paraqitur personi me inicialet MA, 46 vjeçar nga Gostivari. Hajnat me këtë rast kanë hapur dyert e stacionit dhe nga brendia kanë marrë disa elemente që kanë gjetur aty, ndërkohë që kanë çmontuar edhe transformatorin me qëllim për ta marrë, por për arsye të panjohura nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Shumë e dëmit material të konstatuar arrin vlerën prej 200.000 denar. Organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes duke marrë të gjitha gjurmët dhe shenjat e konstatuara në vend ngjarje me qëllim të zbardhjes së rastit dhe gjetjes së autorëve. Megjithatë, vetëm pak kohë pasi që ka mbaruar ekspertiza, në orët e mbrëmjes në vend ngjarje janë vërejtur 4 persona të dyshimt që kanë qarkulluar rreth stacionit transformator, për të cilët policia ka dyshime se mund të kenë gisht në këtë vjedhje. Edhe hetimet të rreth personave të dyshuar do të vazhdojnë gjatë periudhës në vijim, bëjnë të ditur nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Sot pas pak orës 12, policia e Tetovës ka blokuar shkollën Migjeni tek qendra sportive në të cilën mësojnë nxënës të përkatësisë maqedonase për shkak të dyshimit se në këtë shkollë është vendosur bombë.
Në postën elektronike të shumicës të punësuarëve të kësaj shkolle, ka arritur një email me mesazhin për rrezik. Pas kësaj, nxënësit edhe arsimtarët e shkollës janë evakuar dhe rasti është paraqitur në polici. Organet hetuese janë duke hulumtuar rastin, nuk dihet nëse bëhet fjalë për bombë apo për alarm të rrejshëm. Maqedonia 6 vende më poshtë për lirinë e mediave. Fillon takimi në Bruksel. Nisin hetimet për aksidentin në Algjir. Në indeksin më të ri për lirinë e mediave në organizim të raporteve pa kufi, që përfshin gjithsej 180 shtete, Maqedonia gjendet në vendin e 123. Kjo paraqet rënje prej 6 vendeve për dallim nga raporti i vitit të kaluar. Nga rajoni, Maqedonia, Mali i Zi dhe Turqia gjenden në kategorinë e vendeve që janë në gjendje të vështirë. Pason lajmet nga Maqedonia. Ti ndjekim. Maqedonia radhitet në fundin e listës së vendeve të Ballkanit lidhur me gjendjen e lirisë së medias. Kjo bëhet e ditur nga raporti më i ri publikuar sot nga Reporterët pa kufi, ku vendi është i fundit në rajon dhe në listën e vendeve ku gjendja e lirisë së mediave është shumë e rënduar. Para Maqedonisë më së keq që është ranguar Turqia në vendin e 154, Mali i Zi në vendin e 114, ndërsa më mirë se Maqedonia janë Shqipëria në vendin e 85, Kosova në vendin e 80, Bosnia në vendin e 66, Serbia në vendin e 54, ndërsa Slovenia është vlerësuar më mirë duke u radhitur në vendin e 34. Edi Rama e njeh shtetin e Maqedonisë me Fyrom. Portali Albeu mëson se ashtu sikurse e thrasin grekët Maqedoni në arenën ndërkombëtare me emrin e saj Fyrom, apo institucionet ndërkombëtare dhe kreu i qeverisë në vendimin e firmosur prej tij numër 33 të datës 29 janar të vitit 2014 për miratimin e programit ekonomik e fiskal të Shqipërisë për periudhën 2014-2016 e cilëson me të njëjtin emër, por zyrtarisht Shqipëria në marrëdhënie dypalshe e njeh me termin Maqedoni. Kjo dallohet edhe nëse hulumtojmë te faqja e Ministrisë sonë të jashtme, aty ku është lista e përfaqësuesve diplomatike të akredituara në Tiranë. Në faqen e MPJ-s rezulton emri Maqedoni dhe jo Fyrom, sikurse e njehin kryeministri Rama. Duke analizuar rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian për gjendjen e Maqedonisë në vitin 2013, eurodeputetët thonë se duhet të shfrytëzohet kryesimi grek me BE-n që të zgjidhet problemi me emrin dhe Maqedonia të fillojë bisedimet për antarësim në BE. Sipas eurodeputetëve, posaçërisht ata që e përkrahin Maqedoninë në integrime, rezoluta e fundit e PS për Maqedoninë është shumë më e fortë se të kaluarat. Është e nevojshme edhe të shfrytëzohet pozita e tanishme pozitive e Greqisë si kryesuese me BE-n, por qeverinë greke në mënyrë konstruktive të kontribuojë për zgjidhje të problemit i cili po zgjat shumë kohë, thot Eduard Kukan, eurodeputet nga radhët e partive popullore. Gjashtë mendon edhe kolegja e tij nga Romania, Norica Nikolaj, nga radhët e grupit të liberalëve. Për herë të parë mendojmë se Greqia do të sjellë vendim rreth emrit sepse sjellja e saj e drejtanishme është keq përdorimi i pozicionit dhe kjo duhet të ndërpritet, deklaroi Nikolaj. Takimi i radhës Thaçi-Daçić, lobimi i Enver Hoxhait në Afrikë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, si dhe raporti i organizatës pa kufi që flet për lirinë e mediave në Kosovë, janë titujt kryesor që do të na sjellin zhvillimet e fundit nga vendet e rajonit. Në Bruksel kanë filluar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mes të dy kryeministrave, Thaçi-Daçić, me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, baroneshës Catherine Ashton. Temë të dialogut të ri do të jetë gjyqësia dhe formimi i asociacionit të komunave serbe në veri të Kosovës, por nuk përjashtohen edhe tema të tjera siç është raundi i zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ministri i Punëve të Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka filluar një turne lobues në kontinentin e Afrikës. Gjatë qëndrimit atje, ministri Hoxha do të zhvillojë takime me burgshtetas të shumë shteteve të kësaj pjese të botës në kuadër të angazhimeve për përmbylljen e procesit të njohjeve për Kosovën. Hoxha do të prezantojë argumentet e fuqishme për njohjen e Kosovës nga të gjithë shtetet e këtij kontinenti, të cilat pritet të bashkohen 106 vende të tjera të botës, të cilat tashmë kanë marrë një vendim të tillë.
Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa kufi me selin në Paris për lirinë e shtypit, Kosova është klasifikuar në vendin e 80, duke shënuar kështu përparim për 5 vite nga viti i kaluar, kur ishte në vendin e 85. Prej vendeve të rajonit, Shqipëria është në vendin e 85, ndërsa Maqedonia ka shënuar rënje prej vendit të 116 në vendin e 123. Klasifikimin më të mirë nga vendet e Ballkanit në raportin Indeksi i Lirisë së Shtypit në botë e ka Slovenia në 34. Në vazhdim do t'i ndjekim bllokun e lajmeve nga arena ndërkombëtare. Lajmi kryesor paraqet fillimin e hetimeve për aksidentin në Algjeri. Algjeria ka shpallur 3 ditë zije për të nderuar më shumë se 100 viktimat e aksidentit të fundit ajror, derisa hetuesit kanë filluar të japin të dhëna të reja rreth rrëzimit. Sipas njoftimeve të deritanishme, në kohën e rrëzimit në aeroplan ndodheshin 10 ushtarë me familjet e tyre, në mesin e të cilëve besohet të ketë pasur edhe disa fëmijë. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se ekipet emergjente kanë arritur në vendin e ngjarjes dhe kanë zbuluar 2 kuti të zeza në aeroplan dhe më pas kanë urdhëruar hetimet e menjëhershme për shkaqjet e aksidentit. Zyrtarët britanik të përkrahur nga njësitë ushtarake kanë evakuuar qindra familje nga fshatrat që gjenden përreth lumit Tamis, pasi që vërshimet e mëdha rrezikonin jetët dhe pronën e tyre. Agjencia e Ambientit ka thënë se brenda 24 orëve janë konfirmuar më shumë se 350 paralajmërime për vërshime, përderisa më shumë se 5000 shtëpi kanë mbetur tërësisht të mbytura nga uji. Gjithashtu është bërë ditur se autoritetet e Londrës kanë urdhëruar mbylljen e barierave mbrojtëse, pasi që vërshimet janë afruar kryeqytetit. Ky ka qenë muaj më i fuqishëm i shirave të regjistruar në historinë e Britanisë, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se shirat të tjerë që po vinë mund të përkeqësojnë akoma më tepër gjendjen në këtë drejtim. Qindra zjarfikës australian kanë vënë në shërbim të gjitha pajisjet e tyre për të parandaluar përhapjen e zjarreve që kanë kapluar këtë vend edhe në pjesën jugore të vendit, përderisa rreziku nga përhapja masive e zjarreve është i madh. Edhe pse zjarret nuk janë të jashtëzakonshme në këtë periudhë të vitit në Australi, ekspertët kanë bërë të ditur se temperaturat e larta krijojnë mundësi për përhapje të kësaj gjendjeje edhe nëpër qytete. Është bërë ditur se gjatë javëve të kaluara, temperaturat kanë tejkaluar 40 gradë Celsius për 14 herë, duke shënuar kështu shkurtin më të ngrohtë që nga koha kur filluan matjet para 117 viteve. Ishin këto të gjitha informacionet për ditën e sotme. Faleminderit që ishit me ne, sërish takohemi në edicionet e radhës. Deri atëherë, miru pafshim.